kemi edhe një piktore të njohur, një poete, krijuese e dalluar e kulturës shqiptare, zonja Miradije Ramiqi. Pa dashur të përsëritem, unë vetë nga emri Art Koloni asocion sipas meje se në këtë vend, në këtë qendër, do të zhvillohet ma tepër kulturë dhe art. Më vjen mirë që Ibrahim Kodra, maestro i pikturës, pikrisht ka gjetë vend në Kosovën të cilin e ka dashur përse tepër mi. Unë i uroj organizatorëve dhe ideatorëve të cilët e kanë përkujtu këtë moment dhe këtë ide që të bëhet nuk këtu, sepse Kodra si Kodra, edhe pse jetoj jashtë atë dheut, ai nuk e ndroi as emrin, as mbiemrin, por që ndroi sikur Kodra. Me këtë rast, kisha dashur të njoftoj artistët në mungesën e hapësirave ekspozuese në Kosovë, që prej sot do të kenë rastin të paraqitëm në 3 hapësira, do të thonë duke u nisur në Pej, në galerinë ku e ka hapur zotëriu Silmujaj, në këtë vend këtu, afër ishte edhe një galeri tjetër, pastaj edhe në Lugano. Tani për tani këto 3 galeri janë të sigurta. Në të ardhmen do të ketë mundësi që këto të zgjerohen edhe më tepër. Unë ju përshëndes dhe ju dëshiroj sukses.